Shtuna e madhe po vjen në 7 qershori. 20-25 shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë me padurime presin super përballjen në Shqipërisë dhe Serbisë në kuadër të grupit K të kualifikuesve dhe për kampionatin botror në futboll. Media serbe bën 92 mbeti pa fjalë nga shqiptarët. E para mbi 200.000 shqiptarë kanë aplikuar për një bilet, kjo dëshmon se sa shumë të lidhur janë ata me futbollin. Biletat kushtojnë deri në 13.000 euro, titulli i mediumit serb. Është pak të thuar se ka eufori midis tifozëve shqiptarë përpara vizitës së Serbisë në Tiranë për ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës 2026. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se ka marrë mbi 200.000 kërkesa për bileta për ndeshjen historike me Serbinë të parapar për 7 qershor në stadiumin Air Albania. Duhet të kujtojmë, Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të shpërndajë 22.500 bileta për ndeshjen me shortë, pikërisht për shkak të interesimit të madh të tifozëve. Si vendas, ashtu edhe tuaj, shkruan mes të tjerash media serbe, në veçanti në faqen e internetit të njohur Viagogo. Për shitjen e biletave, biletat për ndeshjen Shqipëri-Serbi shiten me një çmim prej 170 eurosh më e lira deri në një çmim maramendës prej 13.000 eurosh më shtrejta që ofrohet në këtë faqe interneti, shkruan ndër të tjera media serbe. Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë përballë Serbisë më 7 qershor në stadiumin Arena Kombëtare. Kjo ndeshje është e vlefshme për kualifikuesit e botrorit. Ivan Gvozdenović, trajneri i Elbasanit, ka folur në Serbi për të përballje të nxehtë. Trajneri serb veçon disa lojtarë si të spikatur, ndërsa largon frikën për incidente. Shqipëria është ekip kombëtar i koordinuar mirë. Çdo lojtar ka dëshirë të papara për sukses. Kjo ka ndodhur për kohë të gjatë dhe në vitet e fundit, përzgjedhja ka pasur edhe një cilësi të caktuar të mbishëruar kryesisht në lojtarë ndërkombëtar, kryesisht nga klube italiane. Shqiptarët kanë një frymëzues të rrezikshëm, Armando Broja, lojtari i Evertonit, shumë i shpejtë dhe i shkëlqyeshëm në lojën 1-1. Ata lanë gjithashtu përshtypje pozitive në Europian. Rezistuan fort ndaj Italisë dhe Spanjës dhe barazuan në Kroacin. Nisi Gvozdenović në fjalën e tij. Kë veçoni tjetër nga titularët. Së bashku me Brojën, Gjimshiti nga Atalanta është më i miri. Përpara Portos është Strakosha me përvojë, i cili luan në AEK, ndërsa për Lazio ishte portier për një kohë të gjatë. Cristian Aslani është tek Inter, i luajti në pjesën e dytë të finales së Ligës së Kampionëve, nuk është një lojtar që luan gjithmonë në klubin e Milanos, por është një lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin kombëtar. Kush është favorit? Serbia është favoritet në letër. Ka një numër pak më të madh lojtarësh cilësor. Ekipi ynë kombëtar arrit rezultate të mira në Ligën e Kombeve që ndrohej në grupin A, garoi me rival të fortë dhe gjithashtu bën një ndryshim brezash në një masë më të vogël. Sa do të ndikojë mbështetja e tifozëve? Ekipi vendas do t'i ketë, por kjo mund të krijojë presion shtesë. Tifozët do ta mbushin stadiumin, do t'i mbështesin lojtarët e do të presin fitoren. Mbetet për t'u parë nëse kjo do të jetë një plus apo një minus për Shqipërinë. Humbja ndaj Anglisë. Anglezët janë sigurisht favorit. Serbia dhe Shqipëria po luftojnë për vendin e dytë. Shqiptarët janë në një situatë më specifike sepse kanë luajtur tashmë dy ndeshje. Kombëtarja jo nuk ka luajtur asnjë, megjithatë, llogaritja është e njëjtë. Serbia gjithashtu dëshiron të fitojë dhe është në presion. Një barazim nuk do të ishte keq për ne. Ndeshjen e parë jashtë shtëpisë, megjithatë do të preferoja të mos bëja llogarit. Piksi dhe stafi i trajnerëve sigurisht e dinë se çfarë i pret në Tiranë. Ata e dinë cilësinë, punojnë çdo ditë me lojtarët tanë dhe janë të vetëdijshëm se sa shumë mund të jenë japin të shtunën. Interesimi i lartë për bileta. Është një derbi grupi të dy ekipet ka një motiv të madh për të kualifikuar në Kupën e Botës dhe është e kuptueshme që nuk ka bileta të mjaftueshme për të gjithë. Stadiumi është fenomenal dhe është kënaqësi të luash në kushte të tilla. A ka arsye për t'ju friksuar incidenteve? Më shqetëson pak kur dëgjoj se njerëzit po mendojnë negativisht në Serbi. Nuk ka arsye për incidente. Jam i bindur se organizimi do të jetë i mirë si në Tiranë ashtu edhe në Beograd. Duhet të shohim pozitivisht ndeshjen e së shtunës. Të flasim për ndeshjen, do të shohim se kush është më i miri në fushë. Deklaratat e Stojković për marrëdhënien mes dy federatave, që ndoshta do të ulë tensionet nga hera e fundit, do të jetë një futboll i vërtet atmosferë e këndshme pa probleme. Cili është parashikimi juaj? Është e vështirë të parashikosh rezultatin. Unë mbështes Serbinë. Kemi një ekip të mirë dhe do doja që ne të fitonim. A do të jeni në stadium?
Kam një ftesë, por aktualisht jam në Beograd me pushime dhe jam më afër vendimit për qëndruar këtu dhe për të ndjekur ndeshjen në televizor, ka thënë ndër të tjera trajneri i Elbasanit, Gvozdenovic.